Fokusohemi tani tek një operacion i policisë i cili ka çuar në arrestimin e 2 personave të cilët trafikonin armë nga Malizi në vendin tonë. Marrim më shumë detaje nëpërmjet Esido Barkajt. Esido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Flori dhe Brikena. Në fakt, operacioni i ditës së dieshme i koduar rotonde i policisë së Tiranës, konkretisht i forcave të policisë së komisariatit nr. 4, është finalizuar me arrestimin e 2 personave të akuzuar për trafikimin ndërkombëtar të armëve të zjarrit. Në pranga kanë përfunduar Donati Jaku, 31 vjeç me origjinë nga Shkodra, dhe Florian Gjeta, parashoku i tij 22 vjeç, banues në domjet të Tiranës, të cilët u kapën në kushtet e flagrancës nga një operacion të koduar rotonde ngritur nga komisariati nr. 4 në afërsi të rreth rrotullimit të Freskut, teksa po transportonin 6 armë zjarri të llojit pistolet, të cilet në fakt dyshohet sipas policisë që janë trafikuar nga shteti Mali te Zi, me pas janë futur në qytetin e Shkodrës, me pas janë transportuar drejt Tiranës për të shitur për llogari të grupeve të tjera kriminale. Të paktën policia deri në këtë moment ka arritur të mbledh dhe të siguroj prova për akuzat e ngritura ndaj 2 personave të arrestuar. Të paktën burimet shprehen se ka qenë Donati Jaku, 31 vjeçari nga Shkodra, i cili ka udhëtuar shpeshherë drejt Malit të Zi, ku ka arritur që të siguroj armët e zjarrit dhe me pas t'i fus ilegalisht në Shqipëri, dhe me pas kishte kontakte të vazhdueshme me Florian Gjetën. Ky i fundit kishte si rol në këtë grup kriminal për gjetjen e klientëve të ndryshëm për të shitur armët e zjarrit. Armët e zjarrit, të paktën 6 pistoleta të cilat u sekuestruan, ku u shpërnda dhe pamjet nga policia e Tiranës, pamje me dron të operacionit të goditur pra 2 ditë më parë nga forcat e policisë së komisariatit nr. 4, ku u gjetën në bagazhin që po udhtonin 2 të rinj. Të paktën armët e zjarrit do të shiteshin në një grup kriminal i cili operon në zonën e Freskut dhe jo vetëm, me çmim deri në 2.000 euro për copë. Megjithatë, ka dyshimet e forta se Donati Jaku, për 31 vjeçari nga Shkodra, nuk është hera e parë që është përfshirë në këtë skemë, por dhe shoku i tij Florian Gjeta duket se ka, le të themi, precedente më parshëm penal, ose ka qenë i përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit edhe më përpara. Të paktën 22 vjeçari Florian Gjeta për disa vitesh ka jetuar në Londër, dyshohet se dhe pikërisht në Angli ai është marrë me trafikimin e armëve, madje në rrjetin e tij social ekspozonte shpeshherë foto me armë. Kjo ka sjellë dyshime për policinë e Tiranës, ai ka qenë i përfshirë dhe me grupet e tjera kriminale që operojnë jashtë vendit sa i takon trafikimit të armëve të zjarrit. Ndërkohë Donati Jaku duket se ka, le të themi, një historik të përfshirjes në trafikun e armëve. Përpara disa kohësh, policia e Shkodrës në fakt ka goditur një tjetër grup kriminal i cili merri me trafikimin e armëve të zjarrit dhe të lëndëve narkotike. Në pranga ka rënë babai i të arrestuar i ditën e dieshme nga policia e Tiranës, i cili gjithashtu u kap marrëm zjarri brenda banesës së tij, të cilat ishin pistoleta po të njëjtit lloji siç u arrestua dhe djali i tij për ditën e dieshme, ku duket paktën se babai dhe djali për disa kohësh ishin përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit nga shteti Mali të Zi drejt Shqipërisë. Si do t'je parashtrove shumë mirë, në fakt dhe ka shumë pak vend për pyetje, megjithatë nëse do i fokusohesh në pak te ky operacion i policisë, si ka rënë në gjurmët e këtij grupi, pra fal mekanizmave të ndryshëm, fal përgjimeve, fal ndoshta edhe gabimit që në rrjetet sociale shumica e personazheve preferojnë të publikojnë jetën e tyre, ndoshta të luksit apo edhe të armbajtjeve her pas here? Në fakt, Flori, operacioni ka nisur përpara 3 muajsh, kanë qenë me metoda proaktive dhe kryesisht me përgjime, të cilet kanë ndihmuar grupin hetimor të komisariatit nr. 4 deri në finalizimin e këtij operacioni, para sa janë siguruar, le të themi, hetuesit e policisë së komisariatit nr. 4 në momentin që kanë ndërmarrë operacionin për të goditur këtë grup kriminal, që janë siguruar që do të sillnin disa armë zjarri nga qyteti i Shkodrës drejt Tiranës, konkretisht për të shitur për në një grup tjetër kriminal i cili operon në zonën e Freskut. Kanë qenë përgjime të cilat pra kanë siguruar provat për hetuesit, por jo vetëm kaq, janë dashur, le të themi, dhe në sajt të zbërthimeve të disa telefonave të sekuestruar. Ky të paktën nëse referohemi shifrave komisariatit nr. 4, në fakt gjatë këtij viti, pra nga janari deri në ditët e para të muajit mars, ka shënuar 7 operacione për goditjen e armëve të zjarrit, ku janë sekuestruar më shumë se 30 armë zjarri, dhe në kuadër të telefonave të sekuestruar të personave të arrestuar më herët janë zbuluar dhe me mesazhe ku duket se kanë qenë të përfshirë disa persona të tjerë. Në arrestimin e 2 personave Donati Jaku dhe Florian Gjeta është shpallur një person tjetër në kërkim, shok i këtyre 2 të fundit, i cili dyshohet se është bashkëpunëtor në këtë grup kriminal. Megjithatë, policia e Tiranës dhe komisariati nr. 4, pra hetuesit të cilët po merren me goditjen e grupit kriminal i cili operon në këtë zonë dhe jo vetëm, kanë dhe disa emra të tjerë të cilët po verifikohen nëse janë të përfshirë apo jo pjesë e kësaj skeme të trafikimit të armëve të zjarrit. Pra nuk është një rast i izoluar, është një trafik në vim, si mund të themi, Esido?
Po, ka qenë një trafik në VMC, për disa kohë është paktën Donati Jaku ka qenë një përfshirë në trafiku në armëve të zjarrit, jo vetëm kaq, por le të themi zbërthimi i telefonave ose mesazheve të koduar të cilët të përdorin me njëri tjetrin ka sjell dhe emra të tjerë për policinë e Tiranës për të goditjen e grupit kriminal. Janë dhe disa emra të tjerë të cilët ende po verifikohen, por nuk kanë prova të mjaftueshme për të vërtetuar nëse janë të përfshirë apo jo pjesë e këtij trafikimi. E si do nga ana ime e fundit pyetje, çfarë parashikon kodi penal për këta eksponent, le të themi, të rrezikshëm të cilët trafikojnë armët, ja shesin grupeve kriminale, sepse siç e the edhe ti pak më parë, policia është duke sjell operacione të vazhdueshme për të goditur trafikimin e armëve. Sa dënohen, nuk e di nëse e ke informacion të tillë, sepse ndoshta është edhe në një procedurë që i përket policisë dhe ndryshojnë, po çfarë mund të themi? Duhet parë në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës akuza që pritet të ngrenë ndaj këtyre dy të rive, të paktën akuzohen për trafikimin e armëve të zjarrit, vepër penale që parashikohet të paktën burgim deri në disa vite, por të paktën mund të ketë dhe ashpërsim me kodin e ri, të cilat ka qenë nga veprat penale më shumë të diskutuara sa i takon ndryshimeve në kodin penal, për të sjellë një ashpërsim dënim më të ashpër për personat të cilët merren me trafikimin e armëve të zjarrit. Megjithatë, Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me Policinë e Tiranës pritet që të kenë hetime të mëtejshme sa i takon veprave penale në qoftë se këta persona rezultojnë të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike dhe jo vetëm atë të armëve të zjarrit, pasi ka dyshime se janë të përfshirë dhe në skemat të tjera kriminale. E qartë. Sido, faleminderit për të gjitha informacionet që na përcolla. Faleminderit Sido. Faleminderit juve. Tashmë shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.